Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Namazi i Bajramit është prej shenjave madhështore të kësaj feje, është prej ditëve të gëzimit, falënderimit dhe përmendjes së Allah subhanahu wa taala. Andaj Islami ka ardhur me disa edukata apo disa sunete që është mirë muslimanit të zbukurohet me to. Dhe inshallah do i përmendim disa edukata që kanë të bëjnë me shkuarjen e muslimanit në namazin e Bajramit. Prej edukatave të Bajramit është pastrimi i trupit, domethënë gusli. Është prej edukatave që njeriu të pastrohet para daljes për namazin e Bajramit. Është transmetuar nga Ibn Abbasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lahej për ditën e Fitr Bajramit dhe për ditën e Kurban Bajramit. Po ashtu është përmendur në një hadith tjetër, edhe pse në këto dy hadithe domethënë ka dobësi, mirë po është transmetuar dhe është vërtetuar se Ibn Omeri lahej në ditën e Bajramit para se dilte për namaz, duke pas parasysh se Ibn Omeri ishte i përpik në praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e përmend edhe Ibn Qayyimi rahimahullah. Pastaj për edukatave tjera të Bajramit është ngrënia për para daljes për Fitr Bajram edhe mos ngrënia para namazit në Kurban Bajram. Kjo është për edukatave të Bajramit që njeriu të mos dalë në namazin e Fitr Bajramit derisa të hajë diçka disa hurme. Nëse nuk gjen hurme, mund të hajë diçka tjetër. Kjo duke u bazuar në hadithin e Enesit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Fitr Bajramit nuk dilte prej shtëpisë pa ngrënë disa hurme dhe transmetohet se i ka ngrënë ato tek me numër tek. Po ashtu është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dilte në Fitr Bajram derisa të hante diçka, ndërsa në ditën e Kurban Bajramit nuk hante derisa falte namazin, ndërsa në transmetim tjetër dhe nuk hante në ditën e Kurbanit derisa të therte kurbanit. Domethënë për Kurban Bajram është e preferuar që muslimani të mos hajë derisa të kthehet nga namazi dhe të hajë prej kurbanit të tij, nëse ka bërë kurban, ndërsa nëse nuk ka bërë kurban, atëherë nuk ka të keqe nëse nuk e vepron atë. Për edukatave tjera apo suneteve është tekbiri. Tekbiri është prej suneteve madhështore, ashtu siç thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ai dëshiron që ta plotësoni numrin e ditëve të agjerimit dhe ta madhëroni Allahun. Këtë domethënë është tekbiri, ta madhëroni Allahun për shkak se ju ka udhëzuar në rrugë të drejtë dhe në mënyrë që të jeni falënderues. Sa i përket kohës së tekbirit, koha e tekbirit të Fitr Bajramit fillon prej natës së Bajramit dhe vazhdon deri në faljen e namazit dhe ato përfundon. Ndërsa koha e tekbirit të Kurban Bajramit, tekbiri fillon prej ditës së parë të Dhul-Hijjes dhe vazhdon deri në ditën e fundit të Kurban Bajramit. Këto i kemi dy lloj tekbire. Tekbiri i kufizum edhe i pa kufizum. Tekbiri i pa kufizum është që të bëhet prej ditës së parë të Dhul-Hijjes deri në ditën e fundit të Bajramit. Do në çdo kohë që të madhrohet Allah subhanahu wa taala. Ndërsa tekbiri i kufizum fillon prej namazit të sabat të ditës së Arafatit deri në ditën e fundit të Kurban Bajramit në ikindi. Kjo bëhet pas namazeve. Pas selamit bëhet ky tekbir, mund të bëhet një herë ose më e mira siç kanë thënë disa dietarë është të bëhet 3 herë. Kështu është mirë të kihet parasysh si vërejtje se tekbiri bëhet secili veçmas dhe jo në grup dhe me zë të përbashkët. Forma e tekbirit është Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd. Prej edukatave tjera është urimet për festën. Kjo është prej edukatave të mira të Bajramit, që muslimanët ta urojnë njëri tjetrin për festën dhe kjo ka qenë e njohur edhe tek sahabët. Për edukatave tjera është zbukurimi për Bajram, që njeriu muslimani të zbukurohet dhe t'i vesh rrobat më të mira, si për Fitr Bajram ashtu edhe për Kurban Bajram. Është transmetuar nga Abdullah ibn Omeri, tregon se Omeri radiallahu anhu mori një gjybet me ndafsh nga tregu dhe ja ka sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë: o i dërguari i Allahut, blije këtë që të vish e zhbukur për Bajram, ose edhe kur të vinë
delegacionet. Kështu i thot Omer radiallahu anhu. Taj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj tregon që kjo veshje, domthon veshja e mëndofshit, u përket atyre që nuk kanë hise në botën tjetër. Mirë po, edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthon këtu po tregon që nuk lejohet veshet kjo rrugë. Mirë po, ajo që është argument në këtë hadith është se Omerit radiallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vishësh bukur për Bajram. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur e meratoi domthon këtë çështje, mirë po tregoi se ajo veshje është e ndaluar. Andaj merret domthon si argument ky hadith që është mirë të vishemi bukur për Bajram. Po ashtu Ibn Hajeri thot se Ibn Abi Dunya edhe Bejheqiu transmetojnë me sinxhir të sakt nga Ibn Omeri sa i vishte rrobat më të mira në të dy Bajramet. Pastaj prej edukatave tjera është ndrrimi i rrugëve gjatë shkuarjes edhe kthimit nga namazi. Kjo duke u bazuar në hadithin e Jabir radiallahu anhu ku tregon se në ditën e Bajramit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshonte rrugën, do nuk kthehej nëpër të njëjtën rrugë. Dietarët i kanë përmend disa urtësi në këtë çështje, dhe është thënë se urtësia e kësaj është se të dyja rrugët dëshmojnë tek Allahu në ditën e gjykimit, sepse toka në atë ditë do të tregojë për të mirën e të keqen që është bën të. Gjithashtu është thënë se përurësive është për me i shfaq në të dyja rrugët simbolet e Islamit, me shfaq përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu është thënë përurësive është që me u vizitu të afërmit e kështu me radhë. Këto janë pra disa prej edukatave suneteve të Bajramit që kanë të bëjnë me shkuarjen në xhami dhe kthimin, të cilat tregojnë bukurinë e Islamit dhe kujdesin e kësaj feje për adhurimin, pastërtinë, moralin dhe shfaqjen e simboleve të fesë. Andaj muslimani është mirë me i gjallëru këto synete dhe me i praktiku ato me sinqeritet, duke shpresu shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.